Ditën e sotme Basanja jon udhton drejt Lezhës kur do ndeshit me vendasit e Bestidhjes. Pretendent janë numër 1 për të ngjitur në kategorinë e parë në fundin e sezonit. Kryen, mirë aty lëvizja Shimajt. Kapësia për të. Pasimi për Çesmën. Ndërhyrje sakt në momentin e fundit të Ramillit. Kështu shtatlartet e dy skuadrave në zonë. Kruja, topi gjatë atje për Gjetë Raboshtën, goditja dhe pranë golit. Pason tek Shimaj. Që më dojtë gjenje top atje thellësinë 72 për Kaçubela në zonë mirë numër 7. Kaçubela topi zonë dhe largon aty. Temja ndaj Kofu. Rasti i rrezikshëm për Basanjan, kundërpërgjigje më njëherë skuadra bushatase. Leka, topi te Çesma. Mundësia goditjes. Kërkon hapësi, goditja e lehtë qendrore. E kontrolon portieri Myrta. Lesha tenton nga larg, por edhe ajo tentative lehtë zotëron nga portieri Myrta. I pranishëm të kokë drejtje standard. Akansase le pas me kokë dhe ka 11 metrash për top prekur me dorë nga Çelepia. Ai topi lën pas me kokë dhe një dorë hapur ndoshta më shumë se ç'duhet. Veshëllen gjyqtari Sokoli ka 11 metrash për ekipin e Bestidhjes. Nuk janë ndoshta edhe aq dakord tek Basanja, por vendimi tashmë është marrë dhe Raboshta. Goditja e tij në rrjet kalon në avantazh Bestidhja. Gjenje pasim pas shpinjeve për Kryen që zotëron topin. Kruja triblon bukën e marshit. Kruja goditja e tij mbi traversën. Ky transferon tek Kaçubela. Që shpejt ka në gjatë. Kaçubela. Pasimi i tij për Kofu në qendrëzon. Shikojmë Kofu mbyllet nga dy futbollistë. Mbyllet në momentin e dur nga Ramilli. Ja mori kohën aty Temjes, por u vunua shumë goditje Kofu. Vjeni ullet tek Raboshta, sillet aty për të gjetur pasimin tek Beka, goditja e tij e fortë. Gjen saktësisht Rodriguez ka në majt, pozicion tregut, topi në zonë për Akansasën. Kërkon hapësi për goditje, vjen e tillë nga Raboshta në shtyllën e parë, por i vëmend që Murad. Me vrullai. Topi gjatë, mbyll Murad. Në dyko, largon dhe Kofu, goditja e Ramillit dhe në rrjet. Në fakt ishte Gurbanov që përfitoi nga i topi kthye në portën e boshatisur e dërgon në rrjet. Bestidhja 2, Basanja 0, autori golit dytë Gurbanov. Marashi me të majtën e tij. Shikojmë çfarë do sjellë kjo mundësi për Basanjan. Topi është i ulët, Kaçubela lë pas me kokë, nuk e shfrytëzon askush. Nuk e shfrytëzon askush atë moment. Atë top që mund shndrohej në një gol ndoshta. Kruja topi në zonë për Gjetë Raboshtën, Gjen Rodriguez që nuk e zotëron siç duhet dhe Murad. Por shikojmë pozicionin me sa duket ka qenë i pa rregull. Nuk pason tek Karakaçi që pret hyrje zores. Gjetë këmbgulës Hila, goditja e tij pranë golit. Krijon hapësirë sulmuesi, është i shpejt, i fuqishëm goditja e tij, por i vëmend që Murad me të vërtet ka rënë shumë pak kontakt me sferën në këto minuta. Ndërkohë Hila gjen mjaft mirë Akansasën aty dhe kjo tërheqje. Shikojmë gjyrën e kartonit, por edhe është i kuq, shoh që ka dorë kartonin e kuq. Goditja me kokë, traverse Markut. Akansase me gjithë kthen topin Mehmeti dhe është pozicion pa rregullt Akansase. Nuk vlen goli. Që sfida ka marrë rrjedhën e saj me Basanjan në disavantazh, jo vetëm në shifra, por edhe disavantazh numerik. Danaj pozicioni i tij i rregullt është me sa duket dhe topi në rrjet. Ai topi gjatë pa shumë pretendime. Danaj duke shumë i avancuar, por jo i këtij mendimi gjyqtari ansor. Dhe vjen në këto momente vëshëllima përfundimtare gjyqtarit Sokoli. Mbyllet java 12, starti i fazës 2 për sezon 2025-26 kategoria 2. Bestidhja 3, Basanja 0.